Mirëmbrëma të gjithëve miq, zonja dhe zotrin, takojmë sot në këtë të mërkurë të datës 27 korrik. Unë jam Rezar Xhaxhiu. Ne do të qëndrojmë së bashku për rreth 60 minuta në një panel të veçantë, në një bisedë të veçantë. Për çfarë do të flasim? Shikoni, java që lam pas shënoi si ngjarjen më të rëndësishme miratimin e reformës në drejtësi. 1/3 e kushtetutës u ndryshua pas më shumë se 2 vjet diskutimesh, debatesh, llogoresh politike, kulisash, konsensuse të prishura, sikur ndodh rëndom në politikën shqiptare. Deri ditën e njëjtë kur ajo u miratua, të themi me fotofinish, mbas 140 votave që ju dhanë masivisht në një projekti të tillë. Por kalimi i reformës ngre dhe la pas disa pyetje, hamendësime, dyshime, probleme. Në fakt, cilat janë këto? Unë do t'ju rendis disa. Ashtë në fakt kjo kushtetuta e jona, a do t'implementohet ashtu si kunder ajo u kalua, apo do t'ket gjatë rrugës dhe implementimit të saj ajustime, rregullime, arnime, si kunder ndodh zakonisht, dhe si kunder ka ndodh zakonisht në këto 25 vite të demokracisë me shumë ligje të tjera, po kaq të rëndësishme sa kjo që kaloi ditën e njëjtë. Kush është fituesi dhe humsi i madh me miratimin e kësaj reforme? Por, përveç historisë së reformës, unë do të ndalem sot edhe në disa çështje të tjera. Çfarë të majtë kemi me Ramën dhe në Partinë Socialiste të këtyre viteve të fundit? Çfarë reformash po bëjnë të majtët e Ramës? Këto dhe shumë tema të tjera do t'jenë sot në periskopin e të ftuarit tim. Unë kam shumë kënaqësi ta prezantoj dhe t'i themi mbrëma profesor Artan Fugës. Profesor Fuga, mi mbrëma dhe mirë se e bashkuar me mua. Profesor Fuga vjen në radhë për të mos thënë ka shumë kopa që në studentëtin time. Unë nuk e kam kuptuar sepse më ka munguar, por gjithsesi do të jetë sot gjatë me mua dhe me juve për të kuptuar se çfarë ndodh përtej shumë pyetjeve dhe dilemave që juve keni në kokën tuaj në momentin që jeni duke na ndjekur kudo ku jeni, në divan, në dhomën e gjumit apo në kuzhinë. Profesor, ishte kënaqësi që pranove ftesën. Për ftesën. Unë vërtet nuk kam qenë në studio, po mbrapa ekranit kam qenë gjithmonë në divan. Jam shumë i lumtur të kem audiencë në nivelin e profesorit. Përpara se të kalojmë në bisedë, profesor, do të më lejoni disa sekonda. Unë jam i detyruar të bëj një kalim të shpejtë informacioneve kryesore për gjithë ata që vdesin, për të mësuar se çfarë ka ndodhur në këtë provincën tonë sot në 27 korrik të këtë të mërkurë që jemi duke lënë pas. Informacioni i parë na çon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mësojmë se kryetari i kuvendit Ilir Meta ka ndërprer vizitën në këtë vend dhe është nisur menjëherë drejt Shqipërisë. Sipas zyrës së shtypit kuvendit, shkak është bërë nevoja për të sqaruar konfuzionet e ditëve të fundit që kanë qëllim prishjen e konsensusit për reformën e drejtësi. Para nisjes për në Shqipëri, Meta, Basha, Majko dhe Gjaçka ishin në një drek pune me eurodeputetin Frankenstein, ku ky i fundit kërkoi nga politika të gjejë rrugën për miratimin e 7 ligjeve të tjera. Kryetari i reformës për drejtësi Fatmir Xhafaj akuzoi Partinë Demokratike se përmes ultimatumeve po rëndon klimën politike. Në një dalje për mediat, ai tha se kishte të pamundur të mblidhte komisionin e reformës, pasi është në pritje të një përgjigje nga ana e Partisë Demokratike sa i takon ligjit të rishikuar për vettingun pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Presidenti i Institutit Ndërkombëtar Republikan, ambasadori Mark Green, përmes një letre dërguar kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha, vlerëson leadershipin e demonstruar prej tij në procesin dhe rezultatin final të reformës në drejtësi. Pavarësisht të gjitha pengesave, leadershipi që u treguat në arritjen e një marrëveshje që i shërben të gjithë shqiptarëve meriton vlerësimet më të larta dhe i tregon popullit shqiptar se Partia Demokratike është e gatshme të qeverisë të gjithë qytetarët e vendit tuaj, thuhet në letrën e zotit Green, i cili e vlerëson moment historik miratimin e reformës. Ja dhe informacioni fundit ka lidhje me Bergjin, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gensej kopriti në një takim presidentin e Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Sir Suma Çakabratri, në një kuadër të vizitës së tij zyrtare në vendin ton. Gjatë bisedës guvernatori e njohu në zotin Çarkarbahti me zhvillimet më të fundit ekonomike dhe financiare në vend, duke u ndalur në veçanti në trajtimin e sfidave kryesore me të cilat përballet ekonomia shqiptare. Ky pra ishte dhe informacioni i fundit në bllokun e parë informativ për ditën e sotme. Infonatën do ta transmetojmë në përfundim bisedës me profesor Fugën, të cilin do ta pyes fillimisht, i rikthehem pra tashmë bisedës.
Profesor, a mund të pretendojmë se kjo që kaloi ditën e njëjtë është reforma jonë për aq kohë sa qytetarët nuk morën pjesë në hartimin e saj dhe kemi parasysh është 1/3 e Kushtetutës, është një korpus i madh në cili u ndryshua. Pra, qytetarët nuk morën pjesë në hartimin e saj, me njohjen e saj madje dhe u përjashtuan nga vendimarrja cila ju la në duar një grup politikanësh, cikli të cilëve politik duket se është në perëndim. Unë doja të thosha që unë nuk kam si profesion të ndjek në mënyrë shumë analitike dhe në detaje ngjarjet e ditës dhe shpeshherë i them vetes që është një kohë e harxhuar me shumë dhimbje dhe me shumë mundim që nga njëra anë të ushtrosh profesionin tënd të pedagogut dhe të kërkuesit shkencor dhe nga ana tjetër të hedhësh edhe një sy mbi ngjarjet e vendit tënd, por e kam konsideruar si një detyrë qytetare. Si detyrë qytetare, po, ju keni të drejtë për atë që thoni që kushtetuta pati ndryshime, është duke pësuar ndryshime dhe nuk është pyetur qytetari. Sigurisht për ndryshimet ligjore, për ndryshimet institucionale, jo me do e mos duhet pyetur qytetari, sepse ne nuk jemi në një demokraci të drejt për drejt, por nga ana tjetër, pyetja juaj mua më rikthen në një problem shumë të veçantë, që është fakti që kjo kushtetut është, me sa di unë, me sa më kujtohet mua, është aprovuar me referendum popullor. Pra, nga pikpamja e moralit politik dhe juridik, është shumë e drejtë dhe është një problem që një kushtetut e hyrë në fuqi nëpërmjet një referendumi ndryshohet pa referendum. Por hajt po e marrim që kjo është një çështje procedurale dhe nga një herë kur mendohet që ndryshimet janë pozitive, del në plan të dytë pak mekanizmi i hyrjes në fuqi këtyre ndryshimeve, nëse bëhen nëpërmjet parlamentit, pra që supozohet se janë të zgjedhurit e sovranit, e qytetarëve, apo duke kaluar te qytetarët drejt për drejt. Ndërkohë, nëse më lejoni të them diçka, për mua, përpara se sa të themi që sa mirë që reforma bëhet, që të falenderojmë komunitetin ndërkombëtar dhe partnerët dhe aleatët tanë ndërkombëtar për ndihmën dhe mbështetjen që japin, përpara se të themi këto dhe të tjera, duhet pranuar, të paktën në mendjen time, duhet pranuar, them unë, një fakt. Cili është fakti? Fakti është që nga situatat që po vinë dhe nga ato çka dëgjojmë, ne jemi përpara ose po mbyllim një periudhë 4 dështimesh të mëdha. Dështimi parë është që sistemi i së drejtës në Shqipëri ishte, si të thuash, strukturuar, konceptuar dhe funksiononte në atë mënyrë sa që kishte krijuar dhe ka krijuar probleme të pamata në rast të parë në raport me qytetarin. Qytetari e ka të vështirë të drejtohet në sistemin e drejtësisë për të gjetur shpejt, me drejtësi, në mënyrë të barabartë përpara ligjit, me bestim të drejtën e vet. Nga sondazhet që ne kemi të opinionit, na rezulton që besueshmëria e publikut ndaj gjykatave është në pat mas sa është dhe e parlamentit. Do me thënë, 20-30% e qytetarëve besojnë. Pjesa tjetër ose është skeptike, ose tregon që nuk beson. Dështimi dytë është ai që klasa politike shqiptare ndodhej përpara një problemi të tillë për sa i takon së drejtës, dhe me të drejtë me reformë drejtësi nuk shikohet dhe nuk shihet vetëm ana proceduriale, mënyra si zgjidhen e tjera me radhë, por dhe tërë korpusi i ligjeve, që është ajo logjika e së drejtës. Klasa politike
nuk arrinte dot që të shenjonte se cilat ishin defektet në strukturimin e kësaj të drejte. Pamundësia e tretë ose disuata e tretë ishte që në një farë mënyre klasa politike nuk gjente dot mekanizmin për të bërë bashkë në mënyrë që të prodhonte një koncept të ri për të drejtën në mënyrë konsensuale dhe e fundit dështimi i katërt që ka pësuar klasa politike dhe ne si shoqëri bashkë me ta dhe qytetarët është se deri natën e fundit, si shtatut, deri natën e fundit, në qoftë se nuk do ishin presionet ndërkombëtarëve, si vështirë që ne të kishim atë votim që i aprovoj. Juve përmendët disa herë klasën politike, kjo më lindi pyetje në vijim, profesor, a vini re juve tendenca të shkëputjes së elitave politike nga shoqëria dhe elektorati? Pra, kohë kur politika dhe shteti kanë frymën e të kthyerit në të kundërt të shërbimit ndaj shoqërisë dhe në elektorati, duke kërkuar të sundojnë këtë shoqëri, pse jo parademokratike. Kjo është një teze në Václav Havelit, në mos gaboj, e ka hedhur në fund viteve 90. Po, ju keni të drejtë, unë kam pasur rastin që në ndonjë universitet të huaj të zhvilloj leksione për mendimin politik dhe juridik të liderave të vendeve të Europës lindore dhe të Europës qendrore, si e mendonin ata demokracinë, ata që udhëhoqën lëvizje të midis tyre dhe të Havelit, dhe sigurisht ruaj nga presidenti i Çekoslovakisë në atë kohë, ruaj mendimin më pozitiv, një filozof, një intelektual, një humanist, por me një mendim politik naiv. Në atë kohë, në vitet 90, unë kisha për detyrë të bëja leksione me studentët, më duket ishin studentë të sociologjisë të një universiteti në Francë, dhe duhet bëja krahasimin midis asaj që diskutohej nga pikpamja politiko-filozofike nga autor perëndimor dhe nga autor lindor. Dhe po t'i krahasoje këta, shikoje që mendimi politik, filozofik perëndimor ishte shumë kritik dhe realist ndaj demokracive të sotme, kurse në atë kohë, mendimi lindor ishte utopik, pak në emfazë që kuptohet, sepse shoqëria po dilte nga një shoqëri, nga një model diktatorial dhe po aspironte për një shoqëri të re. Nga kjo pikpamje, mua më vjen pak edhe një lloj trishtimi që shikoj një zhgënjim të shumë nga këta liderët lindor, por problemi është këtu që për të ardhur tek pyetja juaj, po, është e vërtet, unë do ta quaja, po ka një lloj rrëmbimi të pritshmërive dhe të revolucionit demokratik të viteve 90 nga një elit dhe kjo shihet në shumë drejtime. Në shumë drejtime, por desha të them që kjo vjen si pasojë për mua jo vetëm nga për mua vjen nga 3 faktorë. Faktori i parë është hipoteza ime, unë një studius jam. Sigurisht. Hipoteza ime është që kam përshtypjen që miqtë dhe aleatët tanë perëndimor ende nuk janë të bindur për kapacitetet demokratiko ndërtuese të kombit tonë. Pse? Sepse demokracia mësohet në shekuj, ne kemi pak vjet, dhe kam përshtypjen që ata pranojnë më mirë një lloj demokracie të centralizuar në Shqipëri, pra një demokraci të kufizuar, sesa një demokraci me shumë aktorë të cilët mund të administrohen me vështirësi. Kam unë bindjen time. Fakti i dytë është që klasa politike në Shqipëri është pozicionuar në raport me pushtetin në atë mënyrë që konsideron marrjen e pushtetit, por nuk mendon që marrja e pushtetit është një detyrë e përkohshme dhe pushteti duhet lënë bosh, që të jetë e përgatitur që brenda 4 vjetësh
ta lëshoj pushtetin. Saktë. Nuk është e përgatitur për këtë, nuk ka akoma mentalitetin dhe emancipimin për thënë unë jam në pushtet, barë për mua, do punoj sa më mirë, por mundësisht ta lëshoj, por më dramatikja është se qytetari akoma nuk është mësuar për mua të marri përgjegjësitë për ta ushtruar këtë demokraci. Dhe teza ime është që në një situatë ku ka një diktator, problemi është dramatik. Por ama përgjegjësia është e diktatorit. Në momentin kur ka një elitë aristokratike që drejton, përgjegjësia është e elitës. Në momentin kur ka një demokraci, pra që pushteti duhet shkojë te qytetari, dhe qytetari nuk është gati ta ushtrojë atë pushtet, jo vetëm shteti është në rrezik, jo vetëm demokracia është në rrezik, por vjet në rrezik kombi. Shiko, dua t'ju sjell në vëmendje një thënie ekselente të Kemal Atatürkut në lidhje me këtë. Ai thotë që kombet e përgjumura ose vdesin ose zgjohen të skllavëruara. Ekselente. Unë mendoj që është shumë e drejtë, është shumë e drejtë. Vim tek pyetja, doja ta elaboronim çik të historinë e elitës politike. Në këtë bashkësi të politikës juve çoni një grup, siç thoni juve, që jeton në një Shqipëri virtuale, ku virtualiteti qëndron tek artificialiteti. Pyetja, por si do të arrihet, profesor, që elitat të interesohen bindshëm për fatet e pjesës tjetër të shoqërisë, të asaj shoqërie që i voton një herë në 4 vjet. A mundet që kjo elitë të bëj, të themi, thjesht një heroizëm moral? Unë nuk besoj shumë, unë i falenderoj që keni cituar një ide që kam pasur ndofta kohë më përpara. Po, në fillim viteve 2000 ka qenë. Kur kam folur për Shqipërinë virtuale dhe kam thënë vërtet ashtu që elitat tona politike jetojnë virtualisht. Unë kam mendimin që edhe sot ne jetojmë në 2 Shqipëri. Do me thënë, po në ndryshim nga 10 vjetë përpara, do të thosha që, në qoftë se 10 vjetë përpara, unë thosha që ka një Shqipëri virtuale, pra iluzion, dhe një Shqipëri reale të cilët ata që jetojnë iluzion nuk e njohin, mua më duket se sot kemi bërë një hap përpara dhe jemi në 2 Shqipëri reale të dyja, po njëra është për popullin dhe tjetra është për elitat ekonomike dhe politike. Çfarë dua të them? Dua të them këtë gjë. Unë jap mësim në Universitetin Publik Tiranës, shpeshherë them, po këta pasanikët shqiptar, politikanët shqiptar, juristët shqiptar, profesorët shqiptar, pse nuk i arsimojnë fëmijët e tyre, them? E them me shaka. Pse e them me shaka? E them me shaka sepse në Universitetin Publik të Tiranës vinë vetëm fëmijë të shtresave popullore. Atëre ku janë fëmijët e elitave? Janë për shkollim jashtë shtetit. Në spitalet publike dhe në sektorin shëndetësisë shkon pjesa e popullsisë pa të ardhura ose me të ardhura shumë të mira. Pjesa tjetër ku shkon? Shkon në një sistem tjetër shëndetësor, ose privat, ose jashtë vendit. Marrim sektor të tjerë. Për shembull, diskutonim dikur për internetin. Sigurisht interneti demokratizon, po mos harrojmë një gjë. Populli me internet ka kafet internet ku bëhet chati. Kurse ata që përfitojnë nga komunikimi numerik janë tek tabeletat, janë te video gamesat, janë tek mësimi virtual për fëmijët e tyre, janë te gjuhët e huaja, janë te vozitjet pafund dhe tek shërbimet me para të internetit, edhe këtu krijohen dy situata. E njëjta gjë është edhe për banesat, e njëjta gjë është dhe për vendet ku jeton populli dhe ku jeton elitat. Keni vënë re ju që shumë elita të Tiranës tani braktisin Tiranën dhe ikin në periferi. Që do të thotë, ne jemi tashti në një shoqëri ku, si të thuash, tazëm militanti partijak zë vend në administrat, kurse një qytetar i cili nuk ka një mbështetje politike, ai nuk e kap dot një vend
si nën punës politik. Pra, jemi në të gjithë fushat, unë konstatoj, po kjo mund të matet në mënyrë sociologjike me fakte empirike shumë të detajuar dhe të sakt, ne jemi në dy Shqipëri. Mua më duket që do t'ishte një utopi, sigurisht nuk përjashtohet që të dali një grupim në elitat politike dhe intelektuale që me një lloj romantizmi apo me një lloj altruizmi ta rikthej këtë gjendje, por unë nuk e besoj shumë, nuk e besoj në kushtet kur sundon materialiteti i fuqishëm egoist. Unë mendoj që duhet thirrur qytetari ashtu siç është, i lodhur. Pa kulturën që duhet demokratike, me mosbesimin e vet, duhet thirrur në institucionet, i duhet dhënë të drejtë qytetarit. Kjo është e vetmja mënyrë për ndryshe situata nuk mund të përmirësohet. Profesor Fuga, referendumi u pa që kaloi me konsensus, por a besoni juve tek politika e konsensusit? Po ju sjell në vëmendje një qëndrim që ka pasur në kryeministja britanike Margaret Thatcher, e cila thoshte, po e citoj, ka njerëz në partinë time që besojnë në politikën e konsensusit. Unë i konsideroj tradhtar. Po tradhtar, më besoni, e kam seriozisht, e mbyllat citimin. Pyetja. Pra, a është konsensusi më i rëndësishëm se vetë reforma, profesor? Unë do të thosha kështu që në këtë rast unë nuk besoj që është apo ishte një konsensus i ndërgjegjësuar, i mbështetur në një botkuptim të dialoguar mbi bazën e nxjerrjes në pa të anëve të përbashkëta, por sigurisht ishte presioni pozitiv që u bë nga partnerët tanë ndërkombëtar që i detyroi deputetët të ndërmarrin hapat që ne dim. Unë mendoj që sigurisht Margaret Thatcher mbetet një figurë politike në historinë politike të Europës me një peshë të veçantë për reformat dhe për gjithçka që ajo bëri në kohën e saj, por unë mendoj që në disa drejtime ka vend që klasa politike, pavarësisht ndarjeve, të mendoj më gjatë se sa koha që është në opozit apo koha që është në pushtet. Unë vërej që shpeshherë reformat apo edhe projektet apo alternativat që jepen janë të menduara për 4 vjet. Dhe nuk mendohet çdo të japi kjo më pas. Në këtë pikpamje, unë mendoj që disa konsensuse të mëdha kombëtare do të duheshin. Por konsensusin unë e dalloj nga një lloj konformizmi që bëhet për arsye të tjera dhe të kalkuluara. Për shembull, nëse ju më lejoni, sigurisht reforma në drejtësi duhet bërë, por unë nuk mendoj që këto tekstet ligjesh që janë, pavarësisht thelbit tyre, unë nuk mendoj që në to nuk ka anë të diskutueshme. Dhe në qoftë se konsensusi është një konsensus politik, ai më shumë është një modus vivendi, një mënyrë për të zgjidhur problemin. Tjetër është konsensusi konceptual. Ta zëm, unë i kam kushtuar orë të tëra leximit të drafteve të ligjeve për interesin tim dhe për shembull kam vënë re që thuhet në një nga ato ligjet në një vend që në qoftë se antari i njërit nga këtyre komisioneve apo këshillave, si quhen, të lartë, nuk zgjidhet me konsensus, atëherë hidhet me short. Nga pikpamja e filozofisë politike, është hera e parë që në një kushtetut
futet probabiliteti, futet fataliteti dhe shorti. Kuptohet që mund të ketë short, ku diun për të gjuetur penalti, mund të ketë short për të marrë një çështje në gjykat nga gjyqtarët. Pse? Sepse secili nga gjyqtarët që ta marrë atë çështje nga pikpamja ligjore është njësoj. Pra, mund t'ja lësh rastësisë. Por të emrosh apo jo një gjyqtar nga pikpamja e shortit dhe me short, kjo do të thotë të futësh në logjikën juridike elementin rastësor, probabilist, i cili filozofikisht krijon probleme të vështira. Unë shpesher them, po ka një ekspert që ta diskutojmë këtë çështje. Dhe ai të bijem në konsensus. Konsensusi është konsensus njerëzor, human, i arsyeshëm, i logjikshëm. Vjen momenti tjetër. Unë personalisht nuk kuptoj, thash dhe një herë që reforma duhet bërë, por kjo nuk më njanon debatin, dhe debat që nuk ekziston. Ose thuhet një jo, unë nuk dua, ose duhet aprovuar, po. Të gjithë futemi në një kanistër dhe askush nuk ruan mendimin kritik. Për shembull, thuhet që në ato këshilla do hynë dhe antarë që nuk do jenë gjykatës o prokuror. Dhe njëri nga ta, për shembull, do dalin nga dhoma e noterëve. Pyetja ime është kjo. Ose nga avokatit. Dhoma e avokatisë. Dhoma e avokatisë. Unë them, si është e mundur që një avokat të emëroj prokurorin? Ndërkohë, kur ata në gjyq janë palë konfliktuale. Dhe avokati përfaqëson një dhomë private, përfaqëson një trup private. A mos po hymë ne në një logjik korporatiste të ndërtimit të trupave juridike dhe të mekanizmave? Thash është pyetja ime. Ndërkohë, pra thash që të gjitha këto janë bllokuar. Të gjitha janë bllokuar dhe unë pres që diskutojnë këto, të diskutojnë, të merret një vendim, të merret një zgjidhje edhe kështu me radhë, ndërkohë që kjo nuk ndodh. Edhe e fundit, një problem që ne koha do të na tregojë se ç'do të ndodhi, është që deri tani ka qenë presidenti dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë që merr me emrimet, sigurisht deputetët duhet ta dinë, po dhe qytetarët duhet ta dinë dhe audiencat, që këtë model që po kritikojmë sot, këtë model, unë kërkoj falje për mungesën e modestisë, ka pasur njerëz në Shqipëri që e kanë kritikuar 15 vjet përpara. Dhe kanë thënë, midis tyre bëj dhe unë pjesë modestisht, e kam të shkruar dhe kam thënë, ky model do dali jashtë dore, jashtë kontrollit, se nuk është e mundur që një Këshill i Lartë i Drejtësisë me një president i cili është numri 1 i shtetit, po në këtë këshill është një antar dhe ka një votë si gjithë tjerët, të ketë mundësi të kontrollojë emrimet edhe të masi punën e gjyqtarëve e kështu me radhë. Dhe problemi është që tani kjo i ikën kësaj instance, e cila u tregua e paaft, jo një person apo një person tjetër në postin e presidentit, po si strukturë funksionale, me tani që të ndodhne, në ndodhë që këto do të zgjidhen nga vetë gjykatësit dhe nga vetë prokurorët. Pyetja ime është, mos do të na futi në një logjikë elektoraliste, mos do të fusi gjyqtarët dhe avokatët në një lojë interesash kush zgjedh kë dhe një lloj konformizmi, këtë do ta shohim. Okej. Jo rastisht e thash në fillim të këtij emisioni, reforma kaloi, por hamendjet, dilemat, pikpyetjet janë atje. Disa prej cilave sapo i renditi, profesor Fuga. Unë propozoj ta lëm pas reformën, ecim më tej, kam 30 minuta që jam duke biseduar me Artan Fugën, filozof dhe një publicist par excellence. Profesor, ecim me disa çështje tjera. Nuk e di pse pas kam qef sot të citoj njerëz të ndritur për cilën ne kemi nevojë. Gjatë revolucionit bolshevik, Zinovjevi thosh se ne po fillojmë një histori të re, por nuk po e fillojmë atë nga fillimi, por nga fundi. Ne do të vim në fillim vetëm kur të kemi arritur fundin. E mbylla citimin. Pyetja, ku jemi ne sot si shoqëri mbas 25 viteve të asaj që quhet demokraci?
Pra, ku jemi sot në rrugtimin tonë? Në mes, në fund, në fillim. Kjo do thotë më ndryshe, me thjesht. A kemi në rritje ekonomike, profesor? A kemi në qëndrueshmëri, profesor? A kemi në barazi sociale sot? Fjala për ju. Po, kjo pyetje sigurisht hap diskutime shumë të gjëra dhe sigurisht duhen dhënë përgjigje të shpejta siç e kërkon një emision në televizion. Unë dua të them 2-3 gjëra më përmbajtësore. E para, në raport me objektivat që vendoseshin në vitet 90, mundet që ato objektiva ishin utopik, si që ndodhi dhe vendeve të tjera të lindjes, ne jemi shmangur atyre objektivave. Sepse unë e them gjithmonë në fillim të viteve 90, ju e dini shumë mirë, parulla bazë ishte të bëhemi si gjithë Evropa, me një integrim të shpejt në Europë. Sigurisht unë personalisht nuk kam qenë shumë naiv edhe shumë utopik në këtë drejtim, por fakti sot ne na rezulton që kemi marrë një vonesë shumë të madhe në raport me këtë integrim evropian, përtej atyre që thuan se po u bë ky ligj, ne do të bëjmë një hap që do të na çojë drejt hapjes negociatave e kështu me radhë. Jo, procesi është shumë i gjatë. Bile vetë Europa nuk është më ajo që e mendonin. Domethënë, edhe historia globale ka ndryshuar në raport me pritshmëritë që shqiptarët kanë pasur 25 vjet përpara. Mendoj që në vitet 90 demokratizimi do të sillte një demokratizim, një çlirim edhe të Kosovës, do të kishim një bashkim kombëtar. Sigurisht, ngjarje të rrodhën në atë mënyrë që jemi larg të mendohet kjo gjë. Flitej që do krijohet shoqëria e tregut. Ne dim sot që po të masim, nuk e di sa 60-70% e popullsisë në Shqipëri jetojnë jashtë tregut, ose ushqehen me produktet e oborit në zonat rurale, ose janë në ekonomi familjare njësish tregtare, dhe tregu i vërtet është shumë i rrudhur në Shqipëri. Flitej që ne do të kishim një shoqëri ku qytetari do të ishte në qendër të sistemit politik. Atë që thamë, ne jo vetëm që nuk e kemi, por edhe nga pikpamja sociale, ne menduam që eksodet e vitit 90 ishin rezultati komunizmit. Po, ashtu ishte, i mbylljes. Problemi është që ato ekzode që ndodhen në fillim viteve 90 nuk janë asgjë në raport me ikjen masive të rinisë shqiptare drejt perëndimit që se mban vendi vet. Që do të thotë, në raport me vlerat dhe me, si të thuash, objektivat fillestare, ne jemi as në mes, as në fund, po ne jemi shumë anash. Jemi të devijuar, dhe por duhet menduar që duhet parë gjëja në mënyrë realiste, dhe gjëja në mënyrë realiste është kjo që aktualisht nga pikpamja teknologjike vendi nuk jep gjë më tepër se që mund t'japi një infrastrukturë rrugore gjysmake, nuk jep më shumë se sa disa rendimente në kulturat bujqësore mediokre, nuk jep më shumë se një turizëm masiv të shpërndar në mënyrë shpërpjesëtimore e kështu me radhë. Unë mendoj që ne duhet të mbledhim veten, duhet të vim në një moment dhe të kërkojmë shumë, sepse Shqipëria ka shumë mundësi, tek të rinjt shqiptar ka burime energjie të jashtëzakonshme. Profesor, flasim pak për të majtën, kur duhet edhe një vit nga mbyllja e mandatit parë qeverisës, ose më mirë, unë do ta përcaktoja, flasim pak për këtë epokën e fasonëve dhe të fasonizmit. Kështu më pëlqen ta cilësoj këtë periudhën e të majtëve. Në optikën tuaj, cili është kapërcimi i të majtëve ndaj modelit të djathtëve?
a ka më substancë programi ekonomik i të majtëve, apo ka më shumë formë dhe imazh? Unë e kuptoj që pyetja është e vështirë për t'ju përgjigjur, po për të thënë atë që unë reflektoj tani, për sa i përket modelit të sotëm të asaj që quhet e majtë shqiptare, do të thoja që 10 vjet përpara ne kishim një të majtë e cila po shkonte drejt një ideologji liberale. Dhe po shkonte drejt një të djathtë dhe liberale. Kurse sot ne kemi përsëri një lloj deviance tek e majta shqiptare, e cila është strukturuar në një formë centralizuese në vendimarrjen politike, në institucione, në ekonomi, një centralizim në përmjet një akumulimi pasurie që kryon disnivele dhe në mekanizma që, si të thuash, fusin tek ajo që quhet e mirë publike, element egoist të fitimit. Si do ta thosha në një mënyrë më të thjeshtë këtë? Unë do të isha partizan i asaj që privatizimet e ndërmarrjeve publike, jeta ekonomike publike të hapej drejt aksionerëve, drejt aksionariatit të gjerë, popullor, drejt bursave të aksioneve që janë format e reja të demokracisë sotme moderne. Jo, në vend të kësaj ne na propozohet ai partnershipi privat-publik, ku ndodhin privatizime në favor të... Me këtë tezën tuaj, po na çonin çik tek teza e Kantit që thot ordre progre, profesor? Pra, secili për vete, zoti për të gjithë, ja. Unë mendoj që aksionariati popullor është një formë demokratike të së majtës, e cila nuk përdoret sot. E cila tek ne në perëndim përdoret shumë, kurse tek ne nuk përdoret. Dhe ç'po ndodh? Po propozohet ajo tjetra e quhet partenariati publik-privat, që do të thotë funksionet e shtetit, funksionet e sipërmarrjeve publike, po i marrin koncesionarët privat dhe pavarësisht efikasitetit apo jo të tyre, kjo është për tu parë, problemi është që qytetari ndodhet jashtë kësaj. Qytetari ndodhet jashtë kësaj edhe kur bëhen votimet për vendet në parlament, sepse janë partitë politike që na japin listën. Kështu ndodh edhe me pushtetin lokal ku, si të thuash, qytetarët e zonave rurale tani ndodhen në një situatë ku ata nuk kanë mundësi të shprehen në këshillat bashkiake, kështu me radhë. Pra centralizim brenda një privatizimi. Ndërkohë që të majtët do të mbajnë mend si qeveria e koncesioneve, a mund të quhet një politikë socialiste ajo që heq dorë përfundimisht nga vlerësimi i pasurive natyrore duke i zhvendosur ato në tregjet ndërkombëtare, profesor, dhe vim këtu pak nga pak edhe tek Habermas, i cili thotë se në reformat nuk duhet të sjellin vetëm fitime për një elitë të pasur, por duhet shpërndajnë. Patjetër, kjo është ideja. Kjo është ideja. Dhe ideja nuk është thjesht nga pikpamja humane, nga pikpamja e barazive, por sot nobelistë të mëdhenj në fushën e financave thonë që drejtësia dhe barazia është motori i parë i progresit dhe i zhvillimit, që do të thotë unë mund të privatizoj pafund, unë mund ta bëj rentabël dhe mund ta bëj me rendiment administrimin e një prone apo një sipërmarrje, por nga ana tjetër mua më duhen klient, në qoftë se qytetari shqiptar nuk ka fuqi blerëse për të blerë karta telefonike, për të blerë ku diun për të shkuar për pushime, për të shkuar në turizëm, për të përdorur të gjitha të mirat materiale, atëherë kjo pasuri që privatizohet, kjo pasuri që akumulohet në disa duar, sigurisht nuk ka mundësi të vëjë në funksionim ekonominë kombëtare. Okej. Mirë, unë propozoj t'i lëm pas këto problemet e provincës tonë, eci më ti, sa mirë po ndjem, profesor, po ndjem shumë mirë.
Okej. Faleminderit. Ju e njihni Francën. Pyetja është drejt për drejt. Çfarë është sot Franca? Është ajo vërtet e smura e Europës, pra me brishtësinë ekonomike, me ndarjet shumë të thella në shoqëri, me bongljet, të cilat janë kthyer në një lloj inkubatori të islamizmit të xhihadist dhe tek e fundit. Pse po goditet vazhdimisht Franca? Unë mendoj që Franca vazhdon të mbetet politikisht dhe nga pikpamja kulturore motori kryesor i Europës. Unë mendoj që mund t'iki Anglia dhe Europa mbetet, po iku Franca ose Gjermania nga Europa s'mbetet asgjë. Franca vazhdon të mbetet vëndi një kulture të madhe e njerëzve të cilët janë tolerantë, janë kritik, janë racionale kështu me radhë. Unë mendoj që Franca mbetet vëndi i një kulture historike edhe, si thuash, një peizazh i mrekullueshëm, por sigurisht një me vështirësi ekonomike. Vështirësi ekonomike për cilat ka analiza nga më të ndryshmet, unë s'mund t'i rimarr të gjitha këtu, por vështirësi që lidhen me faktin që shpeshherë thuhet se një barazi sociale për cilën ajo ruan një lloj kujdesit veçantë dhe një nivel në mbrojtjen sociale bën që shpenzimet dhe kostoja e prodhimeve të jetë e lartë dhe konkurenca që bëjnë ato mallra të jetë pak e vështirë, ndërkohë duhet thënë që Franca është një vend laik, është një vend i cili e ruan laicitetin, është fanar i laicitetit dhe sigurisht që nga kjo pikpamje të gjithë ekstremizmat fetar e shohin si një objektiv për të goditur. Për sa i përket një lloj radikalizimi të disa shtresave apo individëve, po është e vërtet, sepse unë mendoj, po është një mendim për një studiuzi që integrimi i disa shtresave të një popullsie të huaj në Francë nuk ka qenë i tillë që t'u jepte mundësi atyre të shprehnin të tërë qëndin e tyre njerëzore dhe duke u ndier të frustruar shpeshherë bien pre si thuash manipulimeve të ndryshme. Alen Finkielkraut tek l'identité malheureuse hedh iden se ka dështuar multikulturalizmi francez. Keni juve një ide tuaj? Çfarë po ndodh me këtë aset kaq të madh që kanë pasur? Unë di këtë gjë, po teoritë, po ju keni të drejtë, po kam përshtypjen që ju më flisni mua pak edhe si dëshmimtar për të mos bërë teorinë e madhe. Unë kam shumë kontakte me gazetarë dhe intelektual dhe pjesa më e madhe e tyre nuk e pranon këtë tezë. Përse nuk e pranon? Sepse thot e para që ka shumë të huaj me origjinë afrikane, arabe, nga Magrebi, edhe me besime fetare islame që janë integruar shumë fuqishëm në sistemin politik, arsimor francez, bile janë shkrirë në martesa, në familje me popullsinë franceze. Për të ardhur në shifra, dhe po të shikoni në universitetet dhe administratën publike, ka pa fund nga këta njerëz. Dhe ide e tyre është kjo, që po, ka disa zona urbane ku rinia nuk ka gjetur mundësitë e integrimit si pasojë edhe e krizës ekonomike dhe e papunësisë shumë të lartë. Por ajo që është me interes është dhe kjo tjetra që sot në Francë ka ardhur ai brez ish të huajsh, të cilët në dallim nga prindët e tyre janë qytetarë francezë, kanë të gjitha të drejtat si francezët, por ruajnë identitetin e tyre të dikurshëm dhe ende nuk janë integruar plotësisht. Dhe ka një mendim optimist në shumë gazetarë që thonë në 20-30 vjet kjo situatë do të kaloj dhe atëherë do të mund të flitet nëse ky brez i ri që sot është qytetar francez do ta ka përzej këtë moment krize apo jo. Pra është herët akoma për të shpallur dështimin themon. Okej, meqense po flasim për çështjet e fesë,
unë do doja të rikthesha pak sërish në vendin tonë, pak muaj më parë, ama në kryeministri Rama ka thënë se nuk do të ketë fe në shkolla, por edukim fetar. Por juve, mua më kujtohet një intervistë dhënë në koleges Anisa Ymeri, keni thënë tekstualisht, madje e cilësoni këtë si një budallallëk pedagogjik. Po, sepse unë në atë kohë, duke ndjekur kryeministrin Rama dhe unë nuk njifem si njëri që i bëj shumë fresk kryeministrit Rama me gjithë respektin për atë që ai përfaqëson si intelektual dhe politikan, por si thuash, termat e tij ishin paka shumë të përgjithshëm dhe nuk kishte ndonjë gjë për të kritikuar. Pastaj kur erdhi puna që si të thuash, të detajoj kjo nga pikpamja pedagogjike, unë aty u ndjeva keq. Për arsyen se tjetër është futja e fesë në shkollë, tjetër është edukimi fetar, me cilën shkolla laike s'ka të bëj fare, dhe tjetër është kur shkolla laike përdor shkencën laike, shkencën neutrale për studuar familjen, futbollin, shtetin dhe fen. Dhe këtu ishte i gjithë ngatrimi. Nuk mund të ketë një super shkencë që të analizoj fen, sepse super shkencë ka filozofi që trajton fen, ka antropologji që trajton fen, ka sociologji që trajton fen, po super shkencë që trajtoj fen, apo të trajtosh fen nga pikpamja fetare, kjo do të thotë ta edhësh në erë shkollën shqiptare. Unë shpresoj se e kanë lënë këtë histori. Juve thoni shkollën shqiptare, unë do ta çoj më tej me pyetjen vim, profesor. Në optikën tuaj, a kanë mbetur shqiptarët pas në kulturë në këtë çerek shekulli? Dhe apo përveç kësaj, përveç faktit që kanë ngelur pas në kulturë, a rrezikon shqiptari dhe shoqëria shqiptare të mbërthehet nëse do ta tolerojmë nga doktrina fetare? Mua më kujtohet dikur aristokratët francezë thonin ne kemi Voltairin, populli ka meshën. Keni shumë të drejtë. Unë jam shumë i trishtuar nga niveli kulturor, artistik, shkencor dhe unë them kur të bëjmë një reform të vërtet për arsimimin e rinisë shqiptare. Ne kemi një izolim kulturor në momentin kur kemi një hapje politike, por rinia nuk ndjek, tekstet tona shkollore janë të një niveli shumë të dobët. Unë kam testet e mia dhe një ditë do t'i botoj se si në formimin e rinisë vazhdon ende ajo që unë e quaj një kulturë sovjetike, që do të thotë ne akoma jemi në parametrat Zhdanovian, Pavlovian, të shkollës sovjetike, të bashkuara me një amatorizëm në bërjen e teksteve edhe të dhënjes informacionit, dhe situata është e tillë që ne çdo ditë po mbetemi mbrapa në raport me kombet dhe me kulturën e kombeve të tjerë, e në këtë drejtim hapen vend për çdo lloj manipulimi dhe manipulatorësh. Të kesh në studio shefin e departamentit gazetarisë në Fakultetin Histori Filologji. Më fal, e kam dorëzuar mandatin, e kam mbyllur. Okej. Por një njohës shumë të mirë të medias, është e pamundur mos ta pyesësh edhe për gazetarin. Në librin që ka nxjerrë Departamenti i Gazetarisë mbi demokratizimin e mediave, shpallet katastrofa informative ku gjendet sot bota shqiptare. Profesor, pyetja, çfarë po ndodh? Dhe pse gazetat letërflas shqiptare nuk po duan të transformohen, por janë aty për 10, 15, 20 vitesh. Po, atë libër, atë studim e kam drejtuar unë bashkë me kolegë të tjerë dhe përtej optikës atij botimi, aq sa unë jam studius i komunikimit dhe informacionit masiv, dua të them që media shqiptare ka një problem të madh, sidomos media në letër. Po. E thënë thjesht, ka një model që bota e ka kapërcyer në vitet 50. Pra,
në qoftë se ne jemi të rrethuar, jemi në një Europë ku modeli i mediave europiane është media e specializuar, e fragmentarizuar, e cila jep dhe mbulon më shumë fushat kulturore, sociale, ekonomike, me ekspert të profilizuar në ato fusha, për një publik apo për disa publiket specializuar ku secili gjen veten e vet, unë dua modën, tjetri do historinë, tjetri do ekonominë, tjetri do bankat e kështu me radhë, ne jemi në modelin që quhet modeli generalist i informacionit të përditshëm politik. Dhe kjo ka sjell që në qoftë se në vitet 90 gazetat me përmbajtje politike shkonin 70.000, 100.000, çfarë ndodhi? Politika fillon dhe çmagjepset, qytetari fillon dhe i largohet politikës, titujt rriten dhe shumëzohen dhe çdo titull i ri që hyn, ai e fragmentarizon më shumë. Atëherë çdo media ka gjithnjë më pak lexues, ka gjithnjë më pak të ardhura, niveli i gazetarisë bie, niveli i informacionit bie dhe ne po shkojmë drejt asaj ku mediat në letër, gazetat, humbin publikun dhe kjo është një nga format e tjera të asaj që ne po flisnim, që qytetari i largohet politikës, po aq sa audiencat i largohen mediave masive. Shikoni se çfarë keni thënë juve, profesor. Ju jeni mendimit se gazetarin po e shkatron media, kurse median po e shkatron politika, ndërsa politikën po e shkatron gazetaria e shkatruar nga media dhe nga politika. Është rreth vicioz. A ka një shpresë se mund të ndryshoj, të shpërbëhet ky rreth? Po. Është kalojnë në atë modelin tjetër që Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit po si të thuash, mbështet prej të paktën 4-5 vjetës, po sigurisht nuk e dëgjojnë shumë. Ideja është që kërkohen politika të reja, strategji të reja në fushën e informacionit dhe komunikimit masiv, që do të thotë, ne duhet të shkojmë drejt mediave të specializuara, që të mbulojnë fusha me interes për qytetarin, në mënyrë që të zhvillohen dhe mediat lokale si forma të demokracisë, të cilat janë inekzistente, dhe të krijohet mundësia që media të jetoj nëpërmjet tregut të informacionit, jo nëpërmjet buxheteve të tjera, ku ne sot ndodhemi në atë pikë që mediat janë si përmarrje private, po asnjëra nuk falimenton. Çka do të thotë? Ndofta duhet të ketë një përqendrim të titujve, një përqendrim të agjensive dhe jo një, si të thua, shumëzim i tyre pafund, i cili bën që niveli të bie. Mua më kujtohet në Europë, kur u bë digitalizimet, lejohen të jepen aq licenca televizioni sa është kapitali financiar që sjellin reklamat. Imagjinoni pra, liria për të hapur një agjensi mediatike nuk vjen vetëm nga liria qytetare për të shprehur, po dhe sa para ka në qarkullim që të ketë mundësi të mbajë një media cilësore. Pra kërkohet një reformë e vërtet që është shumë larg që të mendohet. Politika ka gjetur një si të thuash, një modus vivendi, një media e rrëzuar në fund dhe që vuan politizohet dhe bëhet një altoparlant politik. Për gjitha ata që sapo janë sintonizuar me emisionin tim, kujtoj se kam 60 minuta që po bisedoj me në profesor Artan Fugën, jemi drejt përfundimit të bisedës, shka unë do doja ta çlironim një çik. Kam disa merakje, ndaj përfitoj nga rasti në t'ju pyes. Profesor, në optikën tuaj, a jemi në një shoqëri mediokre? Pra, që rregullin mediokre ka ngritur në model? Po. Po, shumë e thjeshtu është po, pa dhe një argument. Po, do me thënë, situata është e tillë që në shumë fusha njerëzit të cilët janë më kritik dhe kanë një mendim që nëpërmjet kritikës të arrin diçka më pozitive, ata i gjenë dyert mbyllur, janë të bezdisshëm. Njerëzit që shpeshherë kanë një
si të thuash, një qëndrim shkencor ose vleror, po jo të politizuar, nuk mund të çajnë dyert e bllokuara nga politika. Njerëzit të cilët mund të jenë shumë të zotë, po mbrapa nuk kanë një mbështetje financiare për të paguar, e kanë të pamundur të çajnë në karrierë. Dhe mua më duket që janë vendosur disa mekanizma që njeriu e aftë, njeriu që është mbi mediokër e mbajnë poshtë dhe fatkeqësisht, jo të gjithë, fatkeqësisht bën lart njeriu që është më konformist, më servil, më i gatshëm të korruptohet, ai që nuk ka merita, po mbrapa e mbështet familja me para e kështu me radhë, dhe kjo sjell të gjitha. Kërkojmë politika për të çliruar atë që quhet ashensor social. Ashensori social do të thotë që ai që është poshtë të ngjitet lart me meritën e vet. Po u blloku ashensori, ne do jemi atje ku thoni ju. Po, ky është një argumentim në shterues i profesorit ndaj, duke qenë se më pëlqeu përgjigjja e pyetjes parë, insistoj tek pyetja e dytë. A mund të themi ne që mediokriteti, profesor, po çon drejt venitjes edhe pse jo të diskurit politik? Bëj një zapping dhe shiko se çfarë diskuri politik ke sot në aulën e parlamentit. Dhe vjen të lurasësh. Ti ikësh me vrap, jo nga Shqipëria, po nga Ballkani. Çfarë ndodh? Përgjigjja ime është po. Ju keni të drejtë. Edhe politika ka një tendencë për të shkuar në nivelet e saj minimale. Nga pikpamja e gjuhës, nga pikpamja e zgjidhjeve që propozon, për ç'arsye? Ka një arsye që e kanë studiuar që në shekullin e kaluar në vitet 50 mendje të shquar europiane. Në momentin kur politikani e kanë ndërtuar tërë sistemin që ai duhet t'japi zgjidhje, atëherë çfarë ndodh? E gjithë piramida ngrihet në majë në politikë dhe politika duhet bëhet edhe ekonomiste, duhet zgjidhë edhe problemet e artit, duhet zgjidhë edhe problemet e arkitekturës dhe të urbanizmit dhe kështu me radhë, dhe çfarë do bëj? Mediokritizohet. E qartë. Që do të thotë vetëm decentralizimi, vetëm çlirimi i mendjeve, vetëm çlirimi i mendjeve të profesionistëve, vetëm çlirimi dhe kthimi i universiteteve dhe i qendrave kulturore në promotor të mëdhenj të zhvillimit, vetëm ata mund ta ribëjnë mendimin shqiptar. Kështu si jemi, po shkojmë drejt tharjes absolute. Është paralel me tezën që thot Alain Denol, një filozof i njohur kontemporan francez, i cili thot se duhet t'i rezistojmë këtij revolucioni anestezik. Po që t'i rezistosh këtij revolucioni është shumë e vështirë. Shpallesh grindavec, i keq, njeri që nuk pajtohesh me asgjë, ndërkohë kur je duke bërë punën tënde. Okej. Profesor, kemi pothuajse jemi në fund, po do të më lejosh në të dalë jashtë skenari duke u afruar ke juve. Jo, mos lëvizni. Kam diçka që vetëm duke qenë afër mund ta konsumoj. Unë e bëj rrallë këtë, e bëj zakonisht për njerëz me mendje të ndritur, për njerëz që din t'i përgjigjen këtyre pyetjeve. Kush më ka ndjekur, besoj se e kupton. Bëhet fjalë për pyetësorin e Marcel Proustit, të titanit francez. Pyetësori Proustit, për gjithë ata që nuk e din, është një test i zbuluar në fund të shekullit të 19, kur ai ishte ende një adoleshent. Kjo lojë angleze daton diku nga vitet 1860 dhe quhej Confession. Ishte në modë në atë kohë. Dëshkërimi Proustit u rizbuluar në 1924 dhe u quajt Marcel Proust për vetveten. Imagjinoni në 2003 u shit 120 milion euro. Okej. Po mësoj gjëra. Jemi ke... Jo e dini, përsa? Jo, nuk e dini. Okej, aq për mirë. Atëherë, pyetjet janë të drejtë për drejta, përgjigjet duhet jenë po të tilla. Cila është ideja juaj për lumturinë? Lumturia është bashkimi i një gëzimi të brendshëm edhe i një plotësimi psikologjik. Gëzim plus plotësim. Okej. Cila është frika më e madhe juaja? Frika ime më e madhe
Se mos flas budalliqe. Vetëm profesor Fuga mund ta jepte këtë përgjigje. Gjithmonë mendoj. Kur dhe ku keni qenë maksimalisht i lumtur? Në jetën profesionale, kur kam derdhur në një libër idenë time, në jetën sociale, kur kam qenë i vlefshëm për të tjerët dhe të tjerët ma kanë njohur atë, në jetën familjare, kur kam djerë që prania ime ka sjell gëzim të tjerët. Nëse do të mund të ndryshoje diçka nga vetja, cila do t'ishte ajo? Ti që ndorë, për shumë nga diçka që thua, si e kam, qoftë, të themi. Do të thosha që I vështirë Prusti, profesor, nuk është kështu. statusi social. Statusi social. Do të doja që të mos isha brenda kornizave të statusit social që kam. Bravo. Cili është i pari më i spikatur i karakterit tuaj? Vullneti. Bravo. Megjithatë, cili është defekti kryesor? Vullneti. Po vendosa të bëj një gjë, do ta bëj. Dakor, do flasim dhe për atë gjë pak më pas. Ku do të pëlqej? Ke menduar ndonjëherë ku do të pëlqeje të jetoje përveç se në Shqipëri? Do më pëlqente një vend konkret apo kështu abstrakt? Mua do më pëlqente të ikja një qyteti, të isha në një vend të izoluar, ku të kisha mundësi komunikimi universale, domethënë mundësisht. Ja, kjo është kuptohet. Njëri që është i lodhur nga betoni, nga betonizimi i metropolit, këtë përgjigje mund t'japi. Cila është veçoria që të pëlqen më shumë tek një femër? Inteligjenca. Okej. Cila është veçoria që ju pëlqen më shumë tek një mashkull? Fisnikëria. Okej. Cilën gjë konsideroni juve si arritjen tuaj më të madhe deri tani? Rezultatet në dijet. Okej. Dijet për cilët ka investuar shoqëria shumë. Cili është pengu yt më i madh, profesor Fuga? Pengu im më i madh. Do të kisha dashur që të kisha qëndruar më pranë rrethit tim familjar. Okej. Dhe çfarë Familja e gjerë është pak e harruar. Dhe çfarë urrejni më shumë në këtë botë? Pabesin. Kë person të gjallë admiron më shumë aktualisht? Në gjithë botën. Në gjithë botën. Cilat admiroj më shumë? Që ke model, që thua që wow, po, më ky ja vlen të admirosh, ja vlen të ndjekësh, ose këtu është që i përgjithshëm Prusti, po s'kemi që i bëjmë. Nuk e di, sepse unë më shumë duke u marrë me libra, admiroj shumë ata që kanë vdekur. Okej. Por Aq më mirë, një të gjallë, kam shumë, po nuk kam një idhull që... Okej. Nuk kam një idhull që... E kapa. Cilët janë ato gjëra që nuk të pëlqejnë fare, madje shpeshherë thua, këto ma shpifin? Gënjeshtra, hipokrizia, apo... Biseda që bëhen për anë shumë materiale. Okej. Shumë materiale, për shumë ku dion kjo pjeshka, së më duket e pjekur shumë. Po merret dreqin edhe mbaro punë me të. Kjo pjeshka. Profesor, e ke menduar ndonjëherë si do të pëlqeje të vdisnje? Si do të pëlqente? Papritur. Aq më mirë, tak fak. Dhe
pastaj nëse do të takoje zotin, çfarë do i thoje? Zotin, si pas mënyrës time, mund të takosh pa vdekur, po të takoja, do t'i thosha, ups, me vërtet që nga ti? Marcel Proust, ja dhe përgjigja që nuk e prisnjë edhe ti në pyetësorin tënd. E mbyllim me pyetjen e fundit që Proust i bën. A keni juve një moton tuaj? Po, motua është duhet qarë errësira e ignorancës. Dhe njeriu që i duhet dhënë njeriu dija, duhet ndërtuar njeriu që di. Okej. Kjo është motua. Duhet qarë vellua e ignorancës. Dhe vello i ignorancës qahet përmes librave të mirë. Vello i ignorancës qahet përmes mendimeve të mira, që ka profesor Fuga dhe gjithë raca e tij, që i kemi të paktët fatkeqësisht. Atëherë, më lejo të pyes ose më shuaj një kuriozitetin tim, cili është libri që jeni duke shkruar në të momente? Unë kam 4-5 vjetë që jam duke punuar për një libër që quhet Murgu, ku unë dëshiroj që në formën e një intrige gjysëm artistike, po të fus aty brenda elementin filozofik, të analizoj momentin e zhvillimit të paras dhe të letrave me vlerë në shekuj 12-13 dhe çfarë solli ajo më pas në shekujt që vinë. Momentin kur shoqëria e pranoi kreditimin dhe cilët ishin faktorët që u ndeshën në atë moment, ku do ndërthuren probleme që kanë të bëjnë me pavdeksin, probleme që do të kenë të bëjnë me konceptimin e historisë, probleme që kanë të bëjnë me raportin midis teknikës edhe fesë, moralit. Këto janë problemet. Po në qendër do jetë filozofi e paras. E paras. Ajo para që ka qenë dhe ka lëvizur botën, dhe që po lëviz botën. E lëviz botën paraja juaj? Pikërisht debati në shekullin 12 ishte pikërisht këtu që deri tani paran e kemi ne si njerëz dhe e përdorim për të arritur qëllimet tona, ata debatonin atë kohë dhe thoshin që po bëm këto ndryshime, do vi një moment ku paraja do na përdorin ne sipas ligjeve të veta. Dhe kur do ta kemi në dorë? Unë besoj para fundit vitit. Po mirë. Okej. Profesor Fuga, ju falenderoj fort që ishe me mua, unë ndjeva mirë në këtë bisedë. Ishte kënaqësi. Ishte me mua Artan Fuga, filozof, publicist, e po s'ka nevojë t'i vëmë epitetet tjera, me cilën e ndam sot, një natë. Unë ndava sot natën time me të dhe unë ndjeva mirë. Unë ndjeva mirë, sepse i kam të rallë të ftuarit si profesor Fuga. Ne stopojmë këtu, ne ndajemi këtu, unë ju le takim nesër, në të njëjtën orë, me të tjera argumente, me të tjerë ftuar. Deri atëherë, ju e dini, kalofshi qetë, natë të mirë.